Jemi 29 prill 2025 në një blok me domate tek një nga fermerët më të mirë në Imsh tek Gole Beqiri. Përshëndetje. Domatja për ku niset? Në eksport e gjitha? Po. Ju jeni grup grash që punoni këtu? Po, grup grash. Si ju trajton mirë ky pronari? Mirë. Një fjalë çdo ditë ju Çdo ditë ne jemi punësura. të punësuara dhe merrni edhe me pagesën jeni të kënaqur. Kënaq. Kryesisht jeni të zonës këtu, ë? Po, zonë. Gole sa sipërfaqe kemi këtu në? 2 hektar. 2 hektarë? Domate që ka shumë e pasër, më thot Gole që rreth me 8-9 kate, edhe ky është i kontraktuar prodhimi niset për eksport me Lidl, një nga kompanitë më të mëdha që është sot në Europë. Mirë, unë ju uroj atëre ushtofshin sa më shumë si Gole, po edhe juve. Faleminderit. Ju uroj gjithë Sa mirë. më shumë pronar, që të kemi edhe ne punë sa më shumë. Sot jemi 29 prill 2025, jemi në Imsh me një nga fermerët më të mirë. Nuk është fermer, por është një nga sipërmasit më të mirë, një djalë i ri që punon si familje, Gole Beqiri. Gole punë mbar. Tu pas ke po miell. Te që ka det këte, në the janë 2 duar. Se ti je një nga investitorët kryesor bujqësi tani. Ne krenohemi me ty. Ta dhe agrokoni. Ta Golen e kemi nga më të mirë. Punim atë Edhe me tomato ali. eksportojmë. Tu punëtorët i ke kryesisht të zonë. Po me maton ku do shkojmë janë sipërfaqe të mbjellë sera me tomate dhe me trak. Prikat janë të ndara. Kryesisht Alqini do jetë për eksport. Po mirë, se gjithë kjo sipërfaqe 60 hektarë, po. Janë total do vend 120 hektarë. 120 hektarë. Pra ky është një realitet ku çdo që dyshon le të vi këtu në Imsh dhe ta shikoj, është buz lumit, njerëzit kur duan të punojnë dhe Gole është një nga shembujt e të gjithë fermerëve shqiptar. Unë uroj t'ju një vit të mbar, sezon të mbar, gjithë mirë të ushtofshin sa më shumë si puna juaj.